Ministri i Financave Petrit Malaj ka bërë të ditur se qeveria po shqyrton mundësinë e indeksimit të pensioneve brenda muajit qershor ose në fillim të korrikut, megjithse ende nuk është marrë një vendim përfundimtar. Sipas tij, procesi është në diskutim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe janë krijuar hapësirat e nevojshme në buxhet për të afruar sa më shumë kohën e zbatimit. Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Gjatë një konference për mediat ku prezantoi ecurinë e treguesve makroekonomik dhe fiskal, ministri u ndal edhe te procesi i rivlerësimit të pasurive, i cili sipas tij po ecën në ritme pozitive. Nga ky proces, pasi në vitin 2022 për gjatë gjithë vitit ne realizuam rreth 5.6 miliard lek në total nga ky proces, ndërkohë që në vetëm 2 muaj kemi realizuar për gjatë këtij viti 3.9 miliard lek, çka dëshmon që ky proces deri në fund vitit do të jetë më pozitiv se sa i vitit 2022. Malaj foli gjithashtu edhe për projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm të banesave, duke thënë se dokumenti është në fazën e bashkërendimit me ministrin dhe pritet që të kalojë në qeveri brenda këtij sesioni parlamentar. Shpresojmë që brenda 6 muajorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm.